Pyetja e ditës, një ndër pyetjet më të shpeshta që marr nga ju në DM është se a fitohet realisht të ardhura pasive, ose të ardhura që gjenerohen kur ne flim gjumë, pra. Është një term që përdoret ndryshe. Dhe përgjigjja është po, që realisht fitohen të ardhura pasive. Sigurisht për këtë ju ndihmon inteligjenca artificiale. Ju kushton kohën dhe ju lehtëson shumë punë në krijimin e produkteve të ndryshme digjitale apo të shërbimeve të ndryshme që ju mund t'i shisni, mund t'i ofroni online në platforma ndërkombëtare, po patjetër bëhet fjalë për ato që funksionojnë për Shqipërinë, dhe të mund të nisni dhe të fitoni të ardhura pasive. Rëndësishme për ju është që të mësoni promptet, mënyrën se si i shkruajnë ChatGPT-s apo çdo modeli të AI. Pra një prompt është teksti që ne i shkruajmë ChatGPT-s dhe një prompt ka elementet e vet. Pra është degmë vete e inteligjencës artificiale që quhet prompt engineering. Dhe do ju duhet me patjetër që të mësoni mbi të praktikoni mënyrën se si krijoni promptet në mënyrë që dhe inteligjenca artificiale të punojë për ju, pra, dhe të filloni që të fitoni me të.